Nëse ne do pranonim faktin se ne nuk jemi perfekt, ana do thoshte se kemi anomali, nuk ka perfekcionizëm, okay? Atëherë, Zoti gabua ka. Unë nuk besoj se Zoti ka gabuar diku, as tek ty. Ne jemi krijesë hinore, por ne nuk duhet që të sinojmë perfeksionin, sepse ne nuk e njohim perfeksionin. Sipas cilën çfarë është perfeksioni? Nuk ka definicion për perfeksionin. Duhet të referohemi një parimi tjetër, një kriteriumi tjetër për të definuar perfeksionin. Perfeksioni është e hinorja, dhe ne jemi pjesë e hinores. Por si mund të themi ne nobody is perfect? Unë thëmë, everybody is perfect, but you don't know that you are perfect. Ata nuk e din që janë perfekt. Ata nuk e din që janë perfekt, po shiko, ne duke folur këtu me mira ose miliona procese ka ndodhur këtu, pa asnjë lloj gabimi, në nivel të pavetdijshëm, dhe si mund të themi ne perfekt ku shumë gjëra ne nuk e dim, ne s'dim as 5% të asaj që ndodh me qenien tonë. Kështu që unë e pranoj këtë që everybody is perfect, dhe kjo duhet të ndryshohet, po kjo nuk ka të bëjë me mendje masin, me prepotencën. Nëse referohemi mendjes, mendja thotë, po, ti perfekt, po shiko të tjerët, fillojmë më njerë të krahasohemi. Krahasimi është ajo që na bën më shumë të probleme në jetë. Mbajeni mend këtë gjë, edhe drejtoju te kamera shiki, edhe thuju që nuk duhet të krahasohen. Të rinjt nuk kanë të drejtë të krahasohen me askënd, sepse secili është një tempull i gjallë i Perëndisë dhe ka ardhur këtu me një potencial të papar dhurat nga Perëndia për ta eksploruar dhe për ta konvertuar në shërbim të vetes dhe familjes dhe gjithë shoqërisë.